Një 9-vjeçare në Lezhë është plagosur rënd mbrëmjen e shenjtës dhe ka përfunduar në spital pasi ra nga një urë drasat e së cilës u thyen teksa kalonte. Mbi këto drasa të kalbura, prej vitesh kalojnë çdo ditë 10 rabanor të lagjes Gurra, mes tyre të moshuar dhe fëmijë. Ata kërkojnë një zgjidhje të shpejtë sa kohë që nuk ka të tjerë të lënduar, ose t'u lejohet të ndërhyjnë vetë për riparimin e saj. Ja, bjen poshtë, si ku ka ajo vajza tjetër. 10 vjeçe poshtë. E shihni një problem serioz? Po normale, ma serioze se ka që shifet vetë. Kupto? Nështë për mu nuk e shumë problem. Se mund të kaloj aty, mund të kaloj edhe aty. Mami im s'munet, babi im s'munet. Ka shumë kohë që e kena bo lemrim, dhe kryetari i bashkisë sport, me na bo me hekër ose i beton, e gjanë, me investim vogël në kjo. Po se ka vrakush 50 vetë, bane sap të shqa kalojnë kalamaj, e gra, e burra, pleq. Fin këtu, s'din gjanë, në është atjetë e sakat, s'din gjanë sa të rasa kalbën. Ura të tilla gjen disa në lagjen Gurra, të ndërtuara për shkak se katet e para janë të bllokuara nga vetë familjarët.